Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 13. Data 13, një nga ndikimet, favorizimet që ka të bëjnë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, me karrierën dhe vendime që mund të marrim. Data 13 ditë e njëjtë. Duket se ditë pas eklipsit ku na ndihmon mbi ato që neve kërkojmë dhe duam. Dita pikërisht kjo ditë, eklipsi diellor në Luan është një ditë dhe shumë e ndjeshme në shumë rëndësishme në përpunimin e gjërave. Edhe pse fenomeni eksakt ndodhi dje, energjia e eklipsit vazhdon të jetë shumë e fortë. Shpesh dita pas eklipsit nuk është më e qetë. Përkundrazi, mund të sjellë në ndjesi dhe jo vetëm, por dhe lodhje fizike apo edhe psikologjike. Ndikimet që kanë të bëjnë sepse çdo gjë shkon në rrugën e duhur, për disa gjëra mund të jenë të lodhshme, por të kënaqshme në fund dhe kanë mundësinë dhe kohën e tyre. Ajo do të kemi një ndikim sot, nuk duhet të nxitojmë për të përfunduar më njëherë ato që filluam dje. Duhet të vëzhgojmë. Dielli, hëna e re, e ndjeshme dhe eklipsi në Luan kanë hapur një portë të re me temat e Luanit, siç është zemra, dinjiteti, dashuria, krijimtaria, pushteti, ndryshimi, vendimi dhe shprehja. Sot mund të ndjeni ndikimet më të mëdha në këtë drejtim, sepse disa biseda që mund kemi në ditën e djeshme që kanë filluar marrin kuptim sot, por dhe nuk është në momenti për të nxituar. Në astrologji, dita pas eklipsit është si pas një shprehje që do të thotë ndikim, do të thotë vazhdimsi. Dhe kjo do të thotë drita e syrit duhet të mësohet me dritën e re. Në të njëjtën ditë, me ndikimet që kanë bëjnë Luani, Ujori, Demi, Akrepi, sidomos edhe Diçi të tretë, kanë të bëjnë shumë edhe me disa çështje, ndryshimesh të mëdha që lidhen me takimet, lidhen me punën aktuale dhe diçka të re, dhe ndjejnë në lidhje me karrierën. Marsi tash ndodhet në Gafore dhe bën atmosferën emocionale, dhe kjo është më e mira dhe më pozitivja e që ndonjëherë. Afërdita në peshore ndihmon të gjendet diplomaci, ndryshim dhe mundësi. Për punën dhe karriera është ditë e mirë për të menduar një strategji të re mbi punën dhe karrierën. Ajo që duhet të bëjmë sot është duhet të shmangim nxitimet, vendimet dhe kërkimet që neve nuk jemi të sigurt për atë çka duam, sidomos në blerje impulsive, marrëveshje të paqarta. Çdo veprim që bëhet vetëm për të mos u ndjerë pasigurinë, sot duhet të lëmë ngjarjet të presim pak, pastaj të veprojmë dhe të ndryshojmë ato që neve kërkojmë dhe adhurojmë. Gjithashtu ka një ndikim shumë të mirë për sa i përket shenjave të zjarrit dhe të ujit, ku ndikohen pozitivisht, por kërkojnë dhe vëmendje të shtuar në lidhje me ato që ka kërkojnë në bisedime. Pas të fillojmë parashikrimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashikrimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz siç shkon aty, aty ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Nëse juve doni që shikoni, bëni një parashikim të detajuar, atëherë keni mundësinë dhe kohën e duhur për të klikuar dhe për të parë se si funksionon shërbimi. Duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati për të dërguar emailin tuaj dhe flasim nëpërmjet WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë keni këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për juve të kësaj shenje duket se keni një mundësi, keni një kohë mjaft të mirë të ndikimit të madh, sepse lidhet dhe me punën, lidhet dhe me karrierën. Me karrierën sidomos ka diçka shumë të madhe, sepse për një arsye, mbi atë çka kërkohet dhe mbi atë çka veprohet, është koha, momenti, periudha mbi atë që do të diktojnë, do të ndryshojnë në fushën e jetës dhe të karrierës. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me bricap, duket se ka diçka shumë të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e dashit. Shenjës së demit. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket juve të shenjës së demit, duket se ka të bëjnë dhe me ndryshimin që kanë bëjnë mundësitë që kanë dhe realiteti, është ndryshe. Duke pasur parasysh edhe komunikimin dhe mundësitë arta që keni në anën tuaj, është një mundësi mjaft e mirë për sa përket çështjeve të rëndësishme për punën, për karrierën dhe për ndryshimin. Juve të shenjës së demit, sidomos lidhjet që kanë bëjnë me ujor dhe me virgjëresh, është perfektja
pa kujdes me akrepët dhe dhishit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë binjakët. Për binjakët, me binjakët është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv mbi disa gjëra që do të ndikojnë tani tutje një ditë pas eklipsit. Për juve të kësaj shenje duket se ka një ndikim shumë të mirë pozicionimi i planeteve dhe mundësive të arta që juve keni. Është momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në vazhdimsi. Dhe kjo do thotë në anën tuaj në lidhje me akrepin që ka një bashkëpunim, do ta thosha unë, binjaku, por është mirë që ta rishikojnë më përpara për arsye të ekonomisë, edhe pse do t'ju duhet të nisni diçka, por frymëzimi dhe mundësia është pikërisht sot. Dhe kjo është një ditë shumë ndikuese, krijuese dhe ndikime emocionale. Ndikimet që kanë të bëjnë është ekonomia, stabilizimi i saj dhe mundësitë që jepen. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me dem është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Për gaforet do duket se tani në këtë periudhë, edhe pse kemi pasur probleme, kemi pasur gjëra të pazgjidhura më përpara, por vjen një moment tani, vjen një moment mjaft ndikues, rrezatues për sa i përket ekonomisë, për sa i përket mundësive që vijnë drejt jush për një arsye. Duke pasur parasysh edhe periudha që ndodhin fenomenet, është një moment mjaft pozitiv, sepse kjo ditë ka një ndikim shumë të mirë dhe një ndikim që vërtet ka kohën e vet, ka mundësinë e vet, pa sigurit, por periudhët gafores e dini shumë mirë çfarë ndodh dhe ku do të shkoni. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me dem është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Për luanët, meqense luanët tani e tutje kanë disa mundësi që mund t'i zgjidhin problemet e tyre, mund zgjidhin problemet të lëna pezull dikur, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë, kjo është një mundësi mjaft pozitive ose disa gjëra që janë respektivisht të mira dhe pozitive mbi takimet, mbi punën, mbi karrierën dhe mbi ndryshimet të mëdha që vijnë tani e tutje. Në çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me ndikimin që kanë të bëjnë në anën tuaj, është një mundësi shumë e mjaft favorite, edhe pse luanët nga njëra anë kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problemin, dhe nga ana tjetër kanë dhe momentin e duhur për sa i përket stabilizimit dhe korrekcisë mbi punën dhe karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me akrep është diçka mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme për gjëra që dëshironi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Duket se kanë ndikimin më të madh në këtë periudhë dhe është një periudhë më të ndikuara dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse është koha dhe momenti i duhur mbi stabilizimin e punës, të karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha. Çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, mundësitë që ju jepen, periudha kur ndodhin fenomenet, edhe ana më pozitive dhe koha ku është mjaft e ndërlikuar mbi atë që juve kërkoni dhe doni të realizoni. Kjo periudhë është mjaft e mirë për juve, prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem të dishit parë, me ujor të dishit tret është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshorët duket se tani për tani është dhe mundësia, koha, vazhdimësia në lidhje me takimet, lidhjet me punën, sepse në lidhje me punën është një moment mjaft i mirë, tani e tutje, ku diçka e madhe po ndodh. Dhe kjo vjen si pasojë e ndryshimit madh edhe të kohës juve keni në dispozicion. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dem dhe me akrep duket se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Me akrepët, në fakt, tani për tani, sado që vështirësitë janë dhe kanë mbetur para disa kohëve në lidhje me punën, në lidhje me mundësinë që jepet në anën tuaj, por gjithashtu është një ndryshim shumë i madh. Është një ndryshim pozitiv, një çështje mjaft e rëndësishme për sa i përket punës dhe karrierës, për sa i përket asaj mbi çfarë ndodh në rastin konkret, çfarë ndodh në çështjet e punës dhe të vazhdimësisë, por gjithashtu është një ndikim shumë i mirë favorit ekonomik, favorit në lidhje me anën e biznesit dhe të karrierës. Në çështjet që kanë bëjnë me punën, karrierën dhe ndryshimet e tjera që do të kenë tani atutje, është koha më e mirë mushme për të parë se çfarë do të bëni dhe çfarë doni të rregulloni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët, sado që gjërat janë
konkrete, nga i farë mënyre, keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjave. Për sa i përket bricjave, megjithëse bricjavet tani e tutje kanë mundësinë dhe kohën e duhur për zhvillimet, mundësitë e arta, periudha, ndikimi më i madh dhe favorizimi që juve keni. Është një mundësi shumë e mirë gjithashtu, për sa i përket stabilizimit ekonomik, mundësisë së artë që juve keni, ndikimi më i madh dhe koha e duhur për të zhvilluar, stabilizuar anën ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të ditës së parë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për sa i përket shenjës së ujorit, ujori duket se ka ndikimin më të mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimin dhe periudhën e duhur. Ajo që do të keni mundësinë në lidhje me një takim pune, bëni pa kujdes, mos u nxitoni në vendime që do të merrni. Ndjes, sepse kjo periudhë është e juaja dhe momenti është faktik për sa i përket asaj çfarë po bëni. Në çështjet që lidhet me Akrepin dhe me Gaforen kanë ndikime shumë të mira. Bashkëpunime keni me Bricjapin dhe Dishit të tretë, me Luan është dashuria e vërtetë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Për sa i përket peshqeve, meqenëse peshqit duket se kanë një mundësi tani mjaft të mirë, një mundësi që vërtet është koha dhe ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush, por edhe pse një periudhë me ndikime, një periudhë që tani për tani është fokusi i qenë në ndikimin më të madh dhe pozicionimin e planeteve, ku për juve është një moment mjaft i mirë dhe shumë stabilizues, konkretizues mbi gjëra të mëdha që keni. Mundësitë të arta që vijnë, çështje ekonomike, financat dhe jo vetëm në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe me Shigjetar është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht të kësaj dite kaq të rëndësishme, një ditë që do mbahet mend për shumë gjëra, data 13 gusht 2026. Para se të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkim të detajuar, atëherë duhet klikuar në www.astrologu.al, faqja roz që shkoni atje, dhe atje mund të shikoni të jeni një sy asaj faqe astrologu.al, ku do të shikoni shumë gjëra që juve e gjini veten në çështjet ekonomike financiare, e gjini veten mbi shenjën tuaj. Edhe nëse doni parashkim privat, atëherë mund të shkoni tek sekretaria dhe atje mund të dërgoni email dhe pastaj flasim për gjithçka juve ju intereson dhe më pas masi juve e keni vendosur, neve ju kthejmë përgjigje dhe flasim përmjet WhatsAppit apo Viberit. Nëse doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigje nga një rrotulla. Gjithë mirat.